Shqyqeni ju pa besimtar, si lujnë, pëmt, pyllët, drojt, shqyqakohen nga era. A ka kush bo që eshe frimen erën të i livrit kështu pëmt? Ore që është e vrit. Hajde ju që zbesoni, kalzani, a muni në i kush me spjegu. Shka unë shfrima, qysh bënë frima? E na besimtarët e dim që me lejen e Zotit, frimar dhën edhe ndërtej sa ku me di sa me kanë të moja. Prandaj Zotit inshallah i përmjeson. Nuk shihet, po pëmt gati i zën, edhe pyjet gati i zën të i laku. Shefe sër. Po kush nuk beson, punon kundër dhejtit keq. Telin që shelun fryma, era. Bilbyli ka hyp atë, edhe nuk përzohet. Qysh lëviz teli, kjo lëviz të kundërtën. Këtu shihet fuqia Allahut, shefse e bon. Sa shumë lëviz teli e bilbyli sërzohet. Njeriu që ka logjik, që ka men, ka thes, ka të këshyr, ka të punon, ka të lëviz, mund me argumentu se vetëm Zoti është fuqi, plot, dhe është krijuesi i çdo seni. Kush mund me shty bilbyle me nejt kështu në këtë frymë që e fryn edhe e lun kablën murtu dhe nuk rëzohet. Askush, vetëm fuqia e Zotit.